se harroj kur emrin e Jokop Llonçajit dhe ai emër mjet ton jetën në mendje. Kjo ka qenë motivi im që a ka mundësi ndonjëherë me ardh dita që na me bo për vendin tonë. Vllav Skenda shkon në shërbim ushtarak atë në Varazdin, edhe komunikimi ka qenë shumë shtirë, atëherë veç kanë fillu që vishin arkivoli edhe shumë pej ushtarëve që ne i dim edhe të asajone, po dhe mbarë Kosovën. Ka ndodhur që na me 3-4 muaj nuk kemi pas asnjë informat për fatin e tina. Për gjatë kryes shërbimit ushtarak për 1 vjet sa ai ka kry, ka qenë krejt një herë në pushim që e kanë pas sipas rregullores shërbimit. Edhe pas përfundimit shërbimit ushtarak, ishte obligative që më shku mu lajmëru që e ka kry shërbimin ushtarak atëherë në pushtetin e atëhershëm të Jugosllavisë. 7 ditë pas kryes shërbimit ushtarak, një mëngjes shumë të hershëm edhe familja jonë rrethohet nga policia, bastiset e tërë familja, e tërë shtëpia, edhe merret vllau Skenda, edhe ata që kishin ardhur me ta supë që kanë punu atëherë, se harroj kur emrin e Jokop Llonçajit dhe ai emër mjet ton jetën në mendje, i thot babës si drejtohet, i thot jepi parë me veti se mbrëmje kthehet. Edhe na sikur u mashtrum në ato se pe marrim veç një intervistë edhe ka mu kthy gjithsesi. Po nuk ndodhi ashtu, na pritëm jo një ditë, pritëm edhe ditën tjetër, edhe baba me qenë se ka qenë njeri i shkolluar, njeri i emancipum, edhe dëshira e ton jetës ka qenë që fëmijat të shkollohen, edhe ashtu dhe ka vepru gjithçka ka thonë nga vetja që secilit me kry shkollën e me pas theke, me pas gjithë secili me siguru bukën e vet. Shkon në atëherë supë që she kanë qujt, edhe lyp thot ju e keni marrë dje djalin, po keni thonë që në mbrëmje kthehet. Thonë jo, është 4 muaj ju kanë nda burg, njëherë derisa me këqyr derisa vazhdojnë hetimet. Ajo nuk ishte, mbas 4 muajve ka dalë në gjykim edhe është dënum edhe 5 vjet burg. 2 vjet, ndoshta 2-3 muaj ka qëndru në burgun e 5, ndërsa kur e kanë bartë në Shabac, na nuk kemi qenë njoftuar si familje se ku e ka ndërgu. Kisha një letër që e ka shkru në gjuhën serbokrate. Edhe na nuk e kuptum se vllaznit hala nuk ishin ardhur dhe më kujtohet kur kom dalë në kujshi me atë letër me tregu që çka ka shkru se ku është. Edhe na kish njoftu që tash gjindem në Shabac, jam mirë, mos bani dert për mu, shumë shkurt, po me na njoftu mundeni me ardh vizit një herë në mujt, po edhe kushtet nuk kanë qenë aq të mira, edhe vizitat një muj në Shabac se kishin pa mëshme, po pakot me libra që ai çdo herë ka kërku, ja kemi dërgu çdo muj. Ndërsa vizitat i kemi realizu ma rrallë për shkak se ishin edhe kushtet e rrethana që nuk mujshe sa herë, ndoshta edhe ai kish nevojë, për shkak se edhe gjykata edhe avokati edhe ato shpenzime që u dashin rreth gjykimit tina ishin shumë të kushtueshme për atë kohë. Ai 5 vjet burg i ka mbajt edhe është kthy fatmirësisht, shëndosh e mirë. Kjo ka qenë motivi im që a ka mundësi ndonjëherë me ardh dita që na me bo për vendin tonë.